U rikthyem kështu në studio, tashmë në lidhje direkte do ta kemi Gzim Muriqin, që do flasim për një projekt i cili tashmë po merr formë në Prishtinë, është lapidari pranvera shqiptare e vitit 1981, i cili pra i përkujton demonstratat studentore të atij viti. Uroj që tashmë Gzimin e kemi në lidhje direkte. Përshëndetje Gzim. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Nëse vesh po na dëgjon? Po. Atëherë Gzim, fillimisht ndalemi të ky projekt. Si ka nisur e gjithë ideja e këtij projekti, deri në cilën fazë kanë shkuar punimet të gjitha këto? Po kjo është një projekt i cili ka fillu tash 5 vite mbrapa, një grupi burgosurve politik, cilët edhe kanë qenë partës realisht atyre protestave, të të më kanë kontaktu për me punu një projekt ideor, edhe në bashkëpunim me ta e kemi punu një projekt i cilin aso kohë kemi ndërzu dhe tëtë për këto procedurat ligjore në komune tjera. Mirë po për shkaqe të pronësisë tokës dhe tëtë fillimisht komuna Prishtinës e ka dhënë lejen, pastaj Ministria e Ambientit e ka refuzuar tjera. Edhe dikon në 22-ën kemi dorëzuar te Agjencioni për Menaxhimin e memorialeve dhe monumenteve dhe kem pas takime të vazhdueshme dhe thot me drejtorin e saj, me zotin Imer Hakaj, edhe pas përfundimit realisht gjitha këtyre procedurave administrative, tash para 2-3 muaj, një muaj sa ka filluar realisht materializimi i projektit. Mirë po, çfarë ndjesie do të sjellë ky monument tek qytetarët e rinj, të cilët nuk e kanë përjetuar 1981-shin? Po, është një event i cili, nëse i referohemi një pjesës bukur të madhe të historianëve, do të thotë pa përjashtim qoftë atyre vendorëve ose edhe këtyre regional, konsiderohet se e pika thyse, do të thotë ku ka filluar dhe shkatërrimi i ish Jugosllavisë, e cili pastaj ka rezonu dhe të edhe me lindjen e nacionalizmave, të ndryshme shovinizmave në republikat përcjellëse, kështu që është një monument i cili është tej masi i rëndësishëm për vetdijen tonë kombëtare, për ringjalljen tonë, ringritjen tonë, dhe jo rastësisht quhet edhe pranvera, sepse me pranverën gjithçka vjen e mirë, rilind gjithçka e re, quhet pra pranvera shqiptare e të Atenitës. Unë mendoj që është një monument i mirë, është pëlqyer, edhe besoj që ka me qenë si pikë referuese edhe në atë hapësinë do të ku të vendoset menza e studentëve realisht aty dhe ku ka filluar gjithçka. Mirë, po kur pritet sakt të bëhet përurimi i këtij lapidari? Po, puna është në proces, unë besoj që do të të janari shkurt eventualisht do të përfundon dhe sigurisht që data e protesta është 11 marsi, edhe besoj që atëherë bashkëpunim me komunën e Prishtinës, me agjencionin, respektivisht edhe me Ministrinë e Kulturës, do ju informojnë për promovimin apo për hapjen e saj. Sa është vlera e këtij lapidari, apo si është financuar e gjitha këto? Kjo është koncepti, ideja dhe të është e imja, unë ja ku më dhëru shoqatës Burgosit, shoqata Burgosit ka dhëru agjencioni ka procedu këto, si me thonë, procedurat ligjore, edhe është një kompani atje cila e ka fitu, është afërsisht dikon 40.000 euro nëse s'gaboj. A është përfshirë dikush, apo a jeni konsultuar me dikën nga historianët, mënyrë që ndoshta të merrni informata edhe më shumë të gjithë asaj kohe? Patjetër, po vetë involvuarit do të thotë me profesione janë të ndryshme, ka edhe historianë, ka edhe sociologë, ka. Kështu që patjetër do të thotë është një projekt, është në harmoni, do të thotë edhe me zotin Xhevat Bislimi, i cili si udhëheqës i tyne, do të thotë mos i përmeni tash gjithë me emra, kemë rënë midi, kështu që është një monument i cili më besoj që është shumë reprezentativ për atë hapësinë cilën ka më vendosur. Mirë po, a jeni konsultuar me dikën nga familjarët e ish të burgosurve, ish studentëve në atë kohë?
Po ne kemi pas takime të vazhdueshme, unë po them me të involvuarit, do të thotë partësit e atyre protesta, njerëz që kanë vujt vitet tona borxheve të ish Jugosllavisë, me ta kemi pas kontaktime, si me thënë kontakte ko pas kohë, edhe kemi rifresku, do të thotë konceptin ose idenë me ndonjë detaj caktuar atje, diçka kemi hek, diçka kemi shtu kështu. Kështu që kemi marrë në përfundim të ky projekt të cilin ju veç e keni tashmë. Mi, po çka ishte diçka ndoshta më interesante që ju ka lënë mbresa, do thoja më shumë gjatë gjithë atyre rrëfimeve që i keni marrë nga gjithë ata cilët kanë qenë, qoftë nga familjarët e atyre që kanë qenë në fshirë. Diçka nëse mundeni me na ndoa. Patjetër, unë edhe vetë kujtimet e mia lidhen të kam qenë moshën 7 vjeçare realisht kur ka ndodhur. Kur kanë qenë protestat, kështu që gjatë gjithë kohës edhe mu më kanë përcjell ato imazhe, ato thirrjet, si më thonë, gazi lëtë sjellës, bërëri, edhe pse kom qenë fëmijë, nuk kom qenë i vetëdijshëm çka po ndodhe, etjera. Sigurisht, do të kanë qenë është dashur me pas guxim bukur të madh për me fillu në diçka të tillë, mos harrojmë se ish Jugosllavia ka qenë një shtet bukur i konsolidum kuptimin edhe ushtarak edhe në pikpamje diplomatike etjera, edhe atje diku një krahin e vogël, do të thotë një grusht njerëzish me fillu, do të thotë ato që ma vonë është cilësu si revolucion realisht si shkatrimi i Jugosllavisë, konceptohet që ka fillu realisht me protestat e të nitës. Kështu që përvojat janë ndryshme, secili prej tyre ka natyrisht përvojat e veta, do të thotë dhe jo të mira, por sigurisht që i bojnë secilin krenar për ato që ata kanë bërë për vendin e vet. Mirë po, a do të ketë aktivitete, apo a keni para pa diçka për ditën e inaugurimit, kur do të bëhet? Unë nuk i kam të informata, këto sigurisht që me kohë do informohen, edhe të pjesa e ka qenë ajo që mu ka besu mu, për me punu projektin ideor, do të konceptin, i cili pasaj është detaju prej agjencionit, kështu që për ma shumë besoj që përmes informata do vinë, do të prej instancave të caktume. Sigurisht mirë, po cili është mesazhi kryesor ndoshta që do doni ta përcjellnit për gjeneratat, për brezat e ri, për gjithë ata që ndoshta nuk e kanë përjetuar atkohë edhe që ndoshta të shërbej që të njihen më mirë me gjithë historinë e atij lapidare? Po, e kalumja, historia është ajo që na bën këta që jemi. Kështu që një popull i cili nuk e respekton të kalumën e vet, sigurisht që ka një zymësi në tarmen. Prandaj, cili do eviment, cila do ngjarje, e kjo është një ngjarje shumë me rëndësi, do të thotë ngjarje cila ka pas jevon shumë të madhe gjithandaj botës. Është mirë që edhe gjeneratat e reja me qenë, si me thonë, të informuar edhe me pa se edhe në Prishtinë, do të thotë, ka qenë partë se shumë momenteve të cilat e kanë determinu pasaj edhe historinë, respektivisht armën e popullit tonë, respektivisht këtë rast tonën dhe të fëmijëve tonë. Do thotë, në Prishtinë është pikërisht të menza studentë, aty ka fillu, i kemi protestat e 68-ës, ma herët e tjera, po të njëjtja konceptohet si moment i veçantë. Kështu që duhet mu vetësu ata që nuk e din, kanë mundësi përmes prindve edhe përmes sigurisht informatave që janë tashme veç publikume, literatura e tjera. Paraprakisht doja të pyesja pse është zgjedhur pikërisht mensa e studentëve, mirë po mes... Është pikërisht aty ka fillu, do thotë, pikërisht është nëse shiqon edhe skicën mundi me pa, do thotë, është një udhkryq nëse shiqon në perspektivën e zogët e temi, edhe i kje kratë e Shqiponjes është në dy anë të ansore, po pra, dy anë të ansore i ki protestat, pasaj në qendër është harta e Kosovës, e cila është e shkrimë, dhe është më ai flakadani në mes, ku e simbolizon dhe thotë qatë dritën e cila realisht po vjen, edhe ka ardhur pasaj mas këtyre protestave. Sigurisht. Atëherë, nëse nuk keni diçka për të shtuar për fund? Jo, absolutisht, faleminderit për